Do të lexojmë nga Dhjata e Vjetër nga libri i profetit Isaia. Isaia kapitulli 53, kapitulli i njohur për kryqëzimin e Krishtit. 53 kapitulli, profeti Isaia. Kush i ka besuar predikimit ton, dhe kujt ju shfaq krahu i Zotit? Ai erdhi lart para tij si një degëz, si një rrenjë nga një tokë e thatë. Nuk kishte figurë as bukuri për të tërhequr shikimin ton, as paraqitje që ne ta dëshironim. I përçmuar dhe i hedhur poshtë nga njerëzit, njeri i dhembjeve, njohës i vuajtjes, i ngjashëm me dikë para të cilet fshihet faqja, ishte përçmuar dhe ne nuk e çmuam as pak. Megjithatë, ai mbante sëmundjet tona dhe kishte marrë përsipër dhembjet tona, por ne e konsideronim të goditur, të rrahur nga Perëndia dhe të përulur, por ai u të shpua për shkak të shkeljeve tona. U shtyp për paudhësitë tona, ndëshkimi për të cilin kemi në paqen është mbi te, dhe për shkak të vorratave të tij ne jemi shëruar. Ne të gjithë endeshim si dele, secili prej nesh ndiqte rrugën e vet, dhe Zoti bëri që të bjerë mbi te paudhësia e të gjithëve. I keq trajtuar dhe i përulur nuk e hapi gojen, si një qenç që e çojnë në thërtore, si një dele e heshtur përpara atyre që qethin nuk e hapi gojen. U qua larg nga shtypja dhe nga gjykimi dhe nga brezi i tij. Kush mendoi se ai ishte larguar nga toka të gjallëve dhe ishte goditur për shkak të shkeljeve të popullit tim? Kishin caktuar ta varrosnin bashkë me të pabesët, por kur vdiqe vunë me të pasurin, sepse nuk kishte kryer asnjë dhunë dhe nuk kishte pasur asnjë mashtrim në gojen e tij. Por i pëlqeu Zotit ta rrihte dhe ta bënte të vuante, duke ofruar jetën e tij si flijim për mëkatin. Ai do të shikoj pasardhës, do të zgjas ditët e tij dhe vullneti i Zotit do të ketë mbarsi në duart e tij. Ai do të shikoj frytin e mundimit të shpirtit të tij dhe do të jetë i kënaqur. Me anë të diturisë së tij drejt i shërptori im do të bëjë të drejtë shumë veta, sepse do të marrë përsipër paudhësitë e tyre. Prandaj do t'i jap pjesën e tij midis të mëdhenjve dhe ai do të ndaj plaçken me të fuqishmit, sepse ka përkushtuar jetën e tij deri në vdekje dhe u përfshi midis keqbërësve. Ai ka mbajtur mëkatin e shumë vetave dhe ka ndërhyrë në favor të shkelësve. Perëndia fal edhe ti. Perëndia ju bëj pa drejt nga njerëzit Perëndis. Lejo të të bëhet edhe ty e pa drejta. Është një kapitull që na tregon gjithë dashurinë e Perëndis mbi flijim të kryqit. Krishti, biri i Perëndis të gjallë, e paraqet fryma e shenjtë tek profeti Isaia kaq vite përpara se të shfaqej dhe të vinte këtu në tokë në mish. Një kapitull ku duket sikur të lexojmë një ungjillur të shkruajtura kaq vite përpara, duke profetizuar me detaje veprën e Perëndis, veprën e Jezu Krishtit në kryq të Golgotës. Ne sot, vëllezër dhe motra, sot jemi këtu në kishën e Krishtit, sepse ishte dhe u bë ky flijim
se unë gjitë në kryq të Golgotës, pasi u erdhi në mish fjala e Perëndis, dhe ne japim lavdin Perëndis, vëllezër dhe motra. E lavdërojmë Perëndin për këtë flijim. Dikur ishim jashtë në botë, të mashtruar, në mëkat ku ishim, por për shkak të këtij flijimi, ne sot jemi këtu. Lavdi Perëndis ton. Dhe dini dhe diçka, se për shkak të flijimit, disa nuk janë këtu, por do të vinë, do t'i sjellë Zoti dhe do të kthehen. Dhe ne presim me përqafimin ton të hapur dhe me dashurinë të dhënë në zemrat tona nëpërmjet frymës së shenjtë. Por këtë dashuri na e mësoi Krishti në kryq të Golgotës, vëllezër dhe motra. Kush i besoi predikimit ton, thot Isaia, dhe kujt ju shfaq krahu i Zotit. Dhe tek Ungjilli sipas Gjonit, na thot Gjoni nëpërmjet frymës të shenjtë, ndërsa Jezusi bënte kaq mrekullira përpara tyret, nuk e besuan. Në mënyrë që të përmbushet fjala e profetit Isaia, i cili tha: Zot, kush i besoi predikimit ton dhe krahu i Zotit ku ju shfaq? Dhe ne, vëllezër dhe motra, kemi prezencën nëpërmjet hirit të Krishtit, se na u shfaq ne krahu i shtrirë i Zotit. E dëgjuam predikimin e Ungjillit dhe pranuam Krishtin në jetën tonë, në zemrën tonë, dhe Zoti çbëri, në vend i mori të gjitha mëkatet. I dinte, i njifte mëkatet tona, edhe tani i din për ato që bëjmë, gabimet tona, shkeljet tona, zinxhirët me të cilët mund të lidhemi në pranga me ta. I njeh Zoti dhe është gati përsëri që t'i thyej këto pranga, t'i zgjidh këto zinxhir dhe të falë mëkatet. Unë gjit, thot Krishti, përpara Atit, si një degëz e njom dhe si një rrenjë nga një tokë e thatë. Si një degëz e njome, i mbushur me dashuri, dhe mundësisht nga një vend ose nga një tokë që ishte e thatë. Nuk e priti, vëllezër dhe motra. Judejt ishte një popull me qafë të fortë, të cilët nuk e pranuan. Le që ai vetë shumë herë kishte dërguar nëpërmjet të dërguarve të profetëve që dërgonte Zoti që t'ju thot: eja një pranë meje, t'ju mbuloj me dashurinë time, me dëmshurinë time, por ato nuk e pranuan. Dhe aq herë sa kthehej populli i Izraelit, ai i mëshironte, ishte gati t'i pranonte, dhe përsëri iknin, përsëri mashtroheshin, dhe shkonin dhe adhuronin idhuj, shkonin në botë, adhuronin Perëndin e kësaj bote, perëndit e kësaj bote, dhe iknin nga kjo dashuri. Dhe kur pësonin, vuanin dhe ktheheshin, pendoheshin, përsëri Zoti ishte gati t'i pranonte, t'i falte, t'i donte, t'i mëshironte. Dhe t'u them dhe diçka, vëllezër dhe motra, kaq e madhe është mëshira e tij, le që e dorëzuan të kryqëzohet vetë judejt, ka mëshirë të madhe përsëri në kohën e 7 vjeçarit dhe do të bëjë shpëtim të madh në popullin e Izraelit, sikurse na e thot fjala e Zotit. Të lumur jemi, vëllezër dhe motra, ku jemi bij të Perëndis, vëllezër të Jezu Krishtit, lavdi Zotit. Nuk kishte figurë as bukuri, nuk kishte ndonjë bukuri toksore apo një figurë të bukur në mënyrë që të tërheq, ta shofesh. Nuk kishte ndonjë pushtet njerëzor të thuash se ai ka pushtet të shkoj pranë tij. Nuk kishte një dituri njerëzore, por ishte dituria e Perëndis. Nuk kishte pushtetin njerëzor, por kishte pushtetin e birit të Perëndis. Shtrinte dorën e tij dhe shëroheshin. Thoshte fjalë dhe faleshin mëkatet. E din se thot fjalë Zoti dhe falen mëkatet në këtë moment. Thuaj lavdi Zotit, aleluja. Çfarë shembulli është ky që na dha Perëndia, vëllezër dhe motra?
njeriun Jezu Krisht Jezus në kryq të Golgotës, i përçmuar dhe i hedhur poshtë nga njerëzit. Edhe ne të tillë ishim. E kishim mohuar, e kishim përçmuar, e kishim hedhur poshtë. Njeri i dhembjeve, njohës i vuajtjes, dhe si njeri ku para të cilët fshihet faqja, u përçmua dhe nuk u çmua as pak. Në kryq të Golgotës, si një zero, si një asgjë e vlerësuan, për një zero e vlerësuan në kryq të Golgotës. Por në orën e flijimit, këtë shifnin pra njerëzit, këtë përjeton njerëzit, një njeri të kryqëzuar, të derdhet gjaku i tij nga plagët e tij, nga duart, nga këmbët e tij, fishkolluar trupin e tij, dukeshin kockat e tij, thot shkrimi. Kaq i përçmuar ishte. Mundësisht në një vend na thot fjala e Perëndis në kapitullin përpara se Perëndia dha një gjuhë të stërvitur se si të di të flas fjalë në kohën e caktuar. Zoti Perëndi më hapi veshët dhe unë nuk u ktheva mbrapa. U dhash dëgjimin atyre që më fishkollonin dhe nuk e fsheha fytyrën time nga përqeshja dhe nga përçmimi dhe përmbush duke thënë sepse Zoti Perëndi do të më ndihmoj. Pra e gjithë shpresa e tij ishte tek Ati Perëndi. Nuk shpresoi tek njeriu, nuk priste nga njerëzit, vetë dishepujt e tij ishin larguar nga ai, nga frika e judevet. Vetë dishepujt që e donin, por nuk pushoi së dashuri ato. Nuk pushoi së dashuri edhe të gjithëve ne edhe përpara se të ishim rilindur atje në kryq të Golgotës. Por çfarë vepret në të vërtetë bëri aty Krishti? Thot tek paragrafi 4. Ai me të vërtetë mbante sëmundjet tona dhe kishte marrë përsipër dhembjet tona. Mori përsipër pra dhembjet, pikëllimin që kalon tani dhe gjithçka që kalojmë të gjithë në këtë jetë i ka marrë në kryq të Golgotës Krishti, Zoti, i mori si barë mbi vete dhe sëmundjet tona i mbajti. Ne menduam atë të plagosur, të goditur nga Perëndia dhe të rrahur. Ne menduam, ose njerëzit menduan se për shkak të mëkateve të tij po e ndëshkon Perëndia. Pëson për shkak të mëkateve të tij. Por ne e dim se Perëndia e ndëshkon për mëkatet tona, vëllezër dhe motra, jo për mëkatet e tij. Paguan në kryq të Golgotës mëkatet e mia dhe mëkatet e tua dhe jo të tijat. Ai u ndëshkimi për të cilin kemi paqen është mbi te. U të shpua për shkak të shkeljeve tona, u shtyp për pallësitë tona dhe Krishti nga ana tjetër solli paqen mes nesh dhe Perëndis. Na solli pranë Perëndis atë, por të them dhe diçka, solli edhe paqe në mes të vëllezërve. Po, solli paqe mes nesh dhe Atit, por kur të kem paqe me Perëndin atë dhe bashkësi me Perëndin atë, do të kem dhe paqe me vëllezërit. Amen, vëllezër. Me plagët e tij ne u shëruam për shkak të vrratave të tij. Të gjithë e ndeshim si dele. Secili prej nesh ndiqte rrugët e veta dhe Zoti bëri që të bjerë mbi të pallësitë e tona. I ke shtrajtuar dhe i përulur, nuk e hapi gojen. Si një qenç që qojnë në thertore, si një dele e heshtur përpara atyre që e qethin, nuk e hapi gojen. Pra, pa hapur gojen, pa u ankuar, pa kërkuar të drejtën e tij. Pa thënë, përse bëni këtë në mua se jam i drejtë?
jam i pa mëkat, do të mund të thoshte, por nuk e tha kurrë. Nuk e mendoj, por mendoj për të gjithë ne dhe për dashurinë e tij që ka për të gjithë ne. Nuk foli. I keqtajt u qua larg nga shtypja dhe nga gjykimi dhe nga brezi i tij, kush mendoi se ai ishte larguar nga toka të gjallëvet dhe ishte goditur për shkak të shkeljeve të popullit tim. Dhe në fund, pasi e dha shpirtin për mëkatin ton, do të shoh pasardhës të tij, do t'i zgjas ditët e tij. Vullneti i Zotit do të ketë mbarësi në duart e tij. Do të shoh frytin e dhembjes të shpirtit të tij dhe shef tani Krishti frytin e dhembjes të shpirtit të tij, vëllezër dhe motra që jemi ne sot. Dhe do të ngopet Zoti duke parë frytin e dhembjes të shpirtit të tij. Shërptori im i drejt do të shfaqsohej shumë ku ne u shfaqsuam prej tij, sepse ai do të mbaj paudhësitë tona. E falenderojmë dhe lavdërojmë, por vëllezër dhe motra, ky është shembull për ne. Krishti u bë shembull për ne dhe thot Zoti, thot fjala e Perëndis, na u bë shembull në mënyrë që të ecim në gjurmët e tij, të ecim në shtigjet e tij, sepse duam të quhemi të krishterë. A duam të quhemi të krishterë apo jo? Të krishterë të vërtet, jo me emër, me tabel apo me pasaport të krishterë, por vetë Krishti të na quaj bitë të tij të krishterë. Dhe nga që duam këtë, duhet, që fjala duhet, në thonjza, ose na thërret Zoti të ecim në gjurmët e tij. Dhe thot Perëndia, unë fali, ti a fal. Unë i anashikoj gjerat, ti i anashikon. Mua mu bë e pa drejt në kryq të Golgotës nga njerëzit. Mu bë e pa drejt. Dhash jetën time, kurse ti a e pranon që të bëhet e pa drejta. Apo do të mendosh gjithmonë se do të gjesh të drejtën tënde, apo nuk din të kërkosh falje nga vëlla yt, apo kur nuk fale njeriu që të kërkoj falje, Të kemi kujdes, vëllezër dhe motra, se Zoti don të ecim në gjurmët e tij. Don të bëhemi sikur ai, ma nuk mundemi, por mundet Perëndia, vëllezër dhe motra, mundet fryma e shenjtë që të na mbush dhe përsëri dhe të na ripërtëri dhe të na jap hirin, vëllezër dhe motra, ku duhet ta dëshmojmë shumë herë e shijuam në jetën tonë. Sepse erdhi fryma e shenjtë, na mbushi me dashuri dhe dham falje. Sepse erdhi Perëndia, na mbushi me dashuri dhe tham, na fal, o Zot. Nuk do të thonim kurrë në botë, vëllezër dhe motra, por erdhi Perëndia dhe na bëri të krishterë. Sepse na u bë e pa drejt shpesh herë dhe tham nuk prish punë dhe shkuam më poshtë. Dhe erdhi fryma e shenjtë, na mbushi me gëzim. Përse? Sepse përmbushëm fjalën e Perëndis. Dhe në mbajtjen e urdhrave shpërblimi është i madh, kur mbajmë urdhrat. Dhe kur zbaton fjalën e Zotit, thua, lere frymën e shenjtë të më mbush me gëzim dhe të thot, Zoti, biri im, vazhdo. Kjo është rruga, kjo është shtegu. Shembull sigurisht në shkrimin është Krishti, por shembujt të shumt nga njerëz kemi, njerëz të cilët ju bën e pa drejt, të cilët u përndoqën, por ato nuk kundërshtuan. Ato ofruan në mënyrë të pasur dashurinë e tyre, bindjen e tyre shpeshherë, durimin e tyre dhe nuk ju përshtaten të drejtës të tyre. Një njeri i tillë ishte Davidi, shërptor i Zotit, i cili dëshmon Perëndia për të se gjeta birin e Isait me një zemër sipas zemrës time që të bëj gjithë vullnetin tim. Të cili është vullneti i Perëndis? Janë urdhërimet e tij. Karakteri i Perëndis të vinë dhe të bëhet edhe për mua karakteri im. Dhe sikur Samueli, shërptori i Zotit, me urdhër të Perëndis, shkon në shtëpinë e Isait
dhe i thot Isa, po vi në shtëpinë tënde që të bëj flijimin dhe të lutem, ejani të gjithë në këtë flijim. I kishte thënë Perëndia se do të vajosësh, të vajosurin tim njën nga bit e Isait. Samueli ja thot Isait dhe ftohet Isai në shtëpinë e tij që t'i sjell fëmijët e tij, por jo nuk i solli të gjithë djemtë e tij. Nuk e solli Davidin. Çfarë përçmimi ishte ky? Nuk është se nuk e donte, por e përçmoi mbase sepse shikonte se ishte më i vogli dhe mendja e tij ishte tek më i madhi, tek i dyti, tek i treti apo tek i treti djalë. Kaq kishte. Ku të shkonte mendja e tij se do të ishte i fundit, më i vogli që të vajoset nga Zoti? E përçmoi pra Jati, vet babai i tij e përçmoi. Dhe kur erdhi ora dhe Samueli thot, asnjë prej këtyre nuk ka zgjedhur Zotin, ke djemë të tjerë. Dhe thot, po, thot, e kam një i cili është me delet, ma sille dhe ate. Fantazoni tani habin e Isait, mos valla ai do t'jetë, por ai ishte. Ku atë për të cilin themi se nuk bën, atë thot Perëndia se bën. Vëllezër dhe motra, të jemi të kujdesshëm në gjykimet tona. Vetëm gjykimi i drejtë është i vërtet. Gjykimi i drejtë është gjykimi i Perëndisë, që bën Perëndia. Ashtu sikur e sjell dhe i thot Perëndia Samuelit se ky është, e vajos Samueli dhe më vonë vëllezër dhe motra kur shohim Davidin, që ti thot babai i tij, shko tek lufta atje tek betejë të shofësh vëllezërit e tu, ai i bindet dhe jo vetëm që i bindet, por ngrihet Davidi në mëngjes dhe duke i lënë delet një roje tjetër, shkoi ashtu sikur se e kishte urdhëruar babai i tij. Ndërsa e kishte përçmuar dhe e dinte Davidi se kishte përçmuar babai i tij, ai nuk e mbajti në zemrën e vet. Ti a mban në zemrën tënde dhe unë a mbaj në zemrën time ato që mund të na bëjnë vëllezërit tonë, ato që mund të më bëjnë gruaja, apo gruas t'ja bëjnë burri i saj, vëllezërit, motrat, njerëzit jashtë në botë, për çmimet që na bëhen. Mos vallë i mbaj në zemrën time dhe i ruaj dhe them tani kam për të ta treguar unë ty, ja, kështu nuk ecën në krishteri. Nuk eci sipas vullnetit të Perëndisë, sipas dëshirës të Krishtit. Davidi me shohim të shkoj atje tek ushtria dhe sikur takon vëllain e tij Eliabin më të madhin, i thot, kush është ai filiste i pa rreth prerë që përçmon ushtritë e Perëndisë të gjallë, duke thënë për Goliathin. Eliabi i vëllait i tij i madh e dëgjon, u fut zili në zemrën e tij, apo smir brenda tij. Është më i madhi dhe ju foli burrave të tjerë, pas ju foli, u zemrua ndaj Davidit dhe tha, përse erdhe këtu, përse i la ato pak dele që ke në shkretir? Unë e di krenarin tënde dhe dinakrin e zemrës sate, sepse ti erdhe të shofësh luftën dhe betejën këtu. Tjetër përçmim, tjetër pa drejtësi, do të thonim për Davidin. Vëllezër, të kemi kujdes ne më të mëdhenjt, ne më të vjetrit. Nëse ke shumë vite në Zotin dhe nëse kam shumë vite në Zotin, nuk më bën më të shenjtë nga ato vëllezër dhe motra që kanë më pak vite në Zotin. Nëse jam më i madh, po, ka bërë hir Perëndia, por duhet të mos përçmojmë askënd vëllezër dhe motra dhe të mos i bëjmë të padrejt askujt. Por Davidi çfarë bëri? Sepse duam të shohim këtu se çfarë bëri Davidi. Jo ç'bëri Eliabi, por ç'bëri Davidi. Kur e dëgjoi Eliabin, i thot Davidi, ma që të bërë tani, për që shkak, për që arsye me flet kështu. Zbëre ndonjë gjë të keqe. Dhe kështu u kthye dhe ju drejtua dikujt tjetër. Mos vallë u paksua dashuria e Davidit për Eliabin, jo vëllezër dhe motra, por vazhdoi udhën e vet, sepse udha e Davidit është për në betejë, është që të luftoj në luftën e Zotit dhe të arrijë në fund veprën që i ka dhënë Perëndia për të bërë. Edhe betejë jonë kjo është, të luftojmë në betejat tona dhe të bëjmë veprën tonë të plot deri në fund, deri në rrëmbimin e kishës. Por deri atëherë do të gjejmë pengesa, do të bëhen pa drejtësi, do të na përçmojnë, do të na bëhen të pa drejta, do të na përçmojnë
nuk do të na falin mbase, por ne do të duhet të sillemi sikur Krishti, vëllezër dhe motra, sikur Zoti dhe sikur Davidi këtu nëpërmjet frymës të shenjtë. Nuk ka problem, nuk do të rri tani të zihem me Eliabin, nuk do ta vej tani me Eliabin, nuk do t'i them tani, a din diçka, e din ti se kush jam unë, jam i vajosur i Zotit, do të mund ta thoshte këtë. Mund ta thoshte përpara syve të tyre e vajosi me vaj Samueli, përpara syve të vëllezërve të tij, por nuk e tha, sepse ka një zemër të butë, të ngjashme me të Krishtit. Dhe kur shkon tek Sauli, mundësisht e qojnë tek Sauli, përpara Saulit, mbreti i Izraelit, i trembur dhe i friksuar dhe ai përpara asaj betejë të ashpër, i thot Davidi, as një njeri të mos porulet përpara tij. Shërptori yt, i thot Saulit, do të shkoj të luftoj me këtë filiste, i mbushur me frymë të shenjtë, i mbushur me udhëzimin e Perëndis, flet fjalët që i pëlqejnë Perëndis. Asnjë njeriu të mos i mpaket zemra për shkak të atij filisteu, duke thënë se do të dalun të luftoj me te, por edhe Sauli e përçmon. Ti që je i vogël, nuk mund të shkosh të luftosh përpara këtij filisteu. Ti je i ri në moshë, kurse ai është një burr luftëtar që në rininë e tij. Tjetër përçmim ky nga mbreti. Po por e ka vënë në lëvizje fryma e shenjtë, po për njeriu e përçmon. I thot ti nuk mundesh ta bësh këtë. Nuk mundesh. Po, nuk mundem, por Perëndia që ishte me mua gjithë jetën time, do të jetë edhe tani me mua dhe do të më bekoj, do të më forcoj dhe do të më jap zgjidhje. Por unë nuk do ta vej me mbretin. Nuk do të sulmoj Saulin. Nuk do të rri tani të zihem me Saulin. Ja kujtohuni vëllezër dhe motra sa herë Sauli e përndoqi në këtë Davidin. Por kur ai, edhe pse i përndjekur nga Sauli, në padrejtësi, kur nuk e ngriti shpatën e tij që të vras të vajosurin e Zotit Saulin, sepse kishte zemër të tillë, kishte zemrën të ngjashme me të Perëndis, kishte dëmshuri, i donte vëllezërit e tij, kushdo qofshin ato, dhe çdo njeri që vinte dhe ja bënte të padrejt, ai Shimei që hidhte gur, pluhur dhe kur po e përndiqte Absalomi, i biri i tij, i thoshte, hik o burr gjakatar, largohu larg, i përçmuar plotësisht Davidi. Të shkojnë, i thot Joabi, të shkoj t'ja heq kokën. Jo, thot, mos shkoni ta vrisni, sepse Zoti e ka vënë të provoj zemrën time. Ne, kur na bën një të padrejt, çfarë themi? Kur ne na sillen keq, çfarë themi? Me çfarë mbushet zemra jonë? Duam të ngjajmë Krishtit, vëllezër dhe motra. Amen, vëllezër dhe motra. E them përsëri, kishte thënë një vëlla, shkruaje në akull, shkruaje në borë, kur bie bora për një moment të jetë shuar nga bora tjetër që po bie. Pra, na intereson kjo, vëllezër dhe motra, por nuk mund të bëhet, por mos të vijë fryma e shenjtë, vëllezër dhe motra, po mos të vijë dashuria e Perëndis nga qielli, vëllezër dhe motra. Sepse ne nuk kemi dashuri. Po do të kishim dashuri dhe kur ishim në botë përjashta, as të afërmit tonë nuk i donim. Dhe nëse donim dikën, nëse diçka na bënte, pastaj aty provoheshim dhe prishej jo dashuri që kishim. Akoma dhe prindrit tonë shpesh herë. Më kujtohet nga jeta ime, sa herë zihesha me ta. Por dashuria e Perëndis që është dhënë në zemrat tona, nuk don që të zihemi. Nuk don që të kërkosh të drejtën tënde. Të drejtën tënde, mbase ke edhe të drejtë. Çfarë do të bëjmë tani? Do të vraposh të gjesh të drejtën tënde dhe të zihesh me vëllain tënd. Fale vëlla dhe motër. Fal, jep vëlla dhe motër me bollek. Dhe do të mbush Zoti zemrën tënde me atë dashuri. Por të them dhe diçka, të kërkojmë edhe falje. Sa herë ke kërkuar në kohët e fundit falje? Sa herë?
Jo vetëm t'i kërkojmë falje Zotit, por edhe vëllezërve tonë, nga të afërmit tonë, burri gruas dhe gruaja burrit, nga prindrit, nga të afërmit tonë, sa herë ke kërkuar falje? I fundit që e përçmoi ishte Goliathi, por aty nuk bëri mbrapa Davidi, sepse është armiku i shpirtit. Aty mori hoben e tij, mori gurt dhe shkoi dhe bëri betejën. Vëllezër dhe motra, Perëndia fal. Të falim edhe ne. Perëndia i anash shikon, do më thënë i lën pasdore gabimet e një të penduari. Dhe Krishtit ju bë pa drejt dhe u duk kjo në kryq të Golgotës. Le të pranojmë edhe ne të na bëhet e pa drejt. Me hirin e Zotit tonë Jezu Krisht. Amen.